Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Hiqni qimet e fytyrës vetëm për një ditë me këtë recetë dhe do befasoheni me rezultatin. Përparësia e kësaj përzierje është sepse përgatitet shpejt. Shumica e femrave heqin të zi të ullirit me qimet mbi buzën e sipërme. Ndërkohë, femrat e lindjes së afërme me shekuj e përdorin këtë përzierje. Mirë po tashmë, në një kohë është ende duke u përdorur edhe në Amerikë. Përbërja e saj është tërësisht natyrale, mirë po, përveç se eliminon qimet, ka edhe veprim qetësues. Nëse ju janë bërë monoton, dylli apo shiritat e depilimit apo preparatet kimike, është koha që ta provoni këtë metodë të eliminimit të qimeve me ndihmën e maskës nga mjalti, qulli i tërshërës dhe limoni. Përparësia e kësaj përzierje është që të përgatitet shpejt, ndërkaq nuk do t'ju djegë sepse nuk përmban asgjë kimike, plotësisht natyrale dhe pa dhimbje. Mirë po, më e mira nga të gjitha është që vërtet jep rezultate. Përbërësit e nevojshëm për këtë përzierje janë 2 lugë mjalt, 1 lugë qull tërshër, 2 lugë lëng limoni. Përgatitja. Të gjithë përbërësit ju duhet që t'i përzini mirë derisa të formoni një masë homogjene dhe më pas të fërkoni atë në vendet në fytyrë ku ju dëshironi që të eliminoni qimet. Fërkojeni butësisht duke bërë lëvizje rrethore. Përbërjen lëreni të qëndrojë për plot 15 minuta. Pastaj lajeni me ujë të ngrohtë. Pas kësaj, hidhni krem hidratimi në mënyrë që lëkura të jetë të kuruar. Procedurën përsëriteni 2 deri në 3 herë në javë për të arritur rezultate optimale. Në afat prej 1 muaji, qimet do të zhduken tërësisht. Qimet në fytyrë janë një problem që e kanë një pjesë e mirë e grave. Shkaqet janë të ndryshme si për shembull çrregullimet hormonale. Shpeshherë, depilimet shkaktojnë edhe kruarje, irritime, puçra me infeksion dhe skuqje të lëkurës. Ndërkohë, për të shmangur të gjitha këto, ka disa mënyra krejtësisht natyrale të cilat do t'ju vinë në ndihmë për të trajtuar këto probleme të flokëve. Këtë lloj maskash mund t'i bëni në shtëpinë tuaj pa shumë produkte. Do t'ju duhet një e bardhë vezë. Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe, ne e shpërndajmë të bardhën e vezës në fytyrë. Menjëherë pas kësaj vendosim mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pecet të hollë. Ju mundet që ta vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesën ku ju keni qime. Gjithashtu e lyejmë pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishta tuaj. Si për shtresës me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë, ne do të vendosim sërish një pecet tjetër, e lëm të bardhën e vezës që ajo të ftohet dhe më pas fillojmë të heqim ngadalë pecetat e thara, bashkë me to do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe me mjalt. Për këtë juve do t'ju duhet 1 lugë gjelle sheqer kaf ose të bardhë dhe 1 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle ujë, një tas i cili duron nxehtësinë e mikrovalës, një spatulë ose shkop akulloreje dhe disa copa në formë shiritash. Udhëzime. Vendoseni që të gjithë përbërësit në një enë e cila do të durojë nxehtësinë. Vendoseni enën në mikrovalë ose në një ngrose të çfarëdoshme. Përzijeni përbërësit mirë për rreth 30 deri në 35 sekonda derisa përzierja të fillojë dhe të fluskojë dhe të kthehet në ngjyrë kafe. Largojeni enën nga nxehtësia dhe lëreni përzierjen që ajo të ftohet pak, sa të mos t'ju djegë lëkurën. Pra, të jetë i ngrohtë, por gjithashtu jo e nxehtë.
Merrni pak nga dylli i ngrohtë me anë të një spatula dhe vendosni atë në zonën ku ju keni qimet e padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe më pas vendoseni mbi zonën e lyer me dyll. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copën, duke e sheshuar atë me lëvizje rrethore drejt drejtimit të rritjes të qimeve. Më pas të rriqeni copën me ngadalë në drejtim të kundërt të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara të jenë larguar nga fytyra juaj. Maska me shafran indie. Shafrani indis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e qimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafran indie dhe përzieni atë me ujë për të bërë një pastë të hollë. Shpërndajeni përzierjen në fytyrë dhe lëreni për 10 deri në 15 minuta. Pasi maska të jetë tharë, fshiheni atë me një copë pak të lagur, duke e lëvizur copën në drejtimin e rritjes së qimeve. Përdoreni këtë maskë rregullisht për disa javë, derisa qimet e fytyrës tuaj të jenë larguar plotësisht një herë për gjithmonë. Sheqeri dhe limoni. Sheqeri dhe limoni janë gjithashtu një kombinim i provuar dhe i vërtet për heqjen e qimeve të padëshiruara të fytyrës, të cilat janë përdorur gjithashtu prej shekuj. Sheqeri nga ana tjetër ngjitet në qimet më të vogla të fytyrës dhe i largon ato në mënyrën më efektive. Gjithashtu, limoni i jep lëkurës tuaj një shkëlqim të shëndetshëm. Për të bërë një pastë kokërizore, kombinoni gjithashtu sheqerin, lëngun e limonit dhe një masë të vogël ujë në një tas. Mund të përdoret ose i ftohtë ose i ngrohur pak, derisa të formohet një pastë ngjitëse. Aplikoni kështu një shtresë të hollë në qimet e padëshiruara të fytyrës. Gjithashtu masazhojeni për disa minuta dhe lëreni atë që të veprojë 10 deri në 15 minuta, pastaj shpëlajeni tërësisht me ujë të vakët. Papaja dhe shafrani indis. Ky ilaç shtëpiak për heqjen e qimeve rrit shkëlqimin, sepse papaja përmban një enzim të quajtur papain, e cila ndihmon në heqjen e qimeve të fytyrës, dhe shafrani indis i jep lëkurës tuaj një shkëlqim të shëndetshëm dhe rrezatues. Pritni një fetë papaja në copa të vogla dhe grijini ato së bashku për të bërë një pastë. Më pas përzieni gjysmë luge çaj shafrani të indis. Përzieni tërësisht dhe aplikojeni vetëm në zonat ku ka rritje të padëshiruara të qimeve. Masazhoni për disa minuta përpara se ta lini të pushojë për 15 deri në 20 minuta. Pastaj shpëlajeni tërësisht me ujë të vakët. Bollgurë dhe banane. Ky kombinim nuk është vetëm i shijshëm për mëngjes, por funksionon edhe si një zgjidhje natyrale për heqjen e qimeve të fytyrës. Merrni 2 lugë bollgur, një banane të pjekur. Masazhoni lëkurën tuaj me një shtresë të bollshme të pastës me lëvizje rrethore. Lëreni për plot 10 deri në 20 minuta që të qëndrojë përpara se ta shpëlani me ujë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masën paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.